Deklarata e ministrës Paunović konfirmon vazhdimin e politikës hegemoniste të Serbisë kundrejt Kosovës dhe është pjesë e komunikimit strategjik që ka për qëllim jo vetëm rehabilitimin e Slobodan Miloševićit, por edhe revizionimin e historisë për luftrat në procesin e shpërblyerisë së Jugosllavisë, duke përdorur në mënyrë perfide strategjinë e mohimit në radhë të parë dhe narrativën e viktimizimit të përhershëm serb si strategjia që mbi të cilën funksionon arkitektura e propagandës serbe. Ai ka të gjitha kapacitetet që t'i përgjigjet kësaj tendence, t'i përgjigjet politikës shoviniste të Serbisë, por përtej Kosovës duhet të kemi parasysh që e vërteta konsiston në një numër të madh të vendimeve gjyqësore të drejtësisë ndërkombëtare, nëse i referohemi akuzave nga Miloševići dhe deri te zyrtar të tjerë të shtetit serb të dënuar nga Tribunali i Hagës për krimet në Kosovë, nëse i referohemi vendimeve të gjykatave ndërkombëtare dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë gjithashtu, e cila e konfirmon gjenocidin e kryer nga forcat serbe në Srebrenic, dhe në anën tjetër natyrisht që përgjigja strategjike e Kosovës ndërlidhet me veprimet e mbledhjes së fakteve dhe dokumentimit të krimeve të Serbisë nga ana e Institutit për Dokumentimin e Krimeve të Luftës në nivelin juridik dhe nga ana e institucioneve të shtetit, përfshi Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe rolin e ambasadave, që jo të kthejnë ose të merren me deklaratën në kuptimin e një polemike me një përfaqësuese të qeverisë serbe, por të komunikojnë në mënyrë strategjike me partnerët ndërkombëtar, me qëllim që të dokumentohet kërcënimi që paraqet propaganda serbe, përkatësisht komunikimi strategjik i Serbisë, i cili përtej nivelit të mobilizimit nacionalist në Serbi, gjithashtu është provokues dhe ka fakte të bollshme që Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, por kjo duhet që të trajtohet me një shkallë të jashtëzakonshme profesionalizmi dhe në mënyrë të sistemike për të arritur deri tek ky objektiv. Sepse me këtë zbardhje të vërteta historike, dëshmohet fakti që Serbia ka kryer gjenocid dhe i hap perspektivë popullit tonë për një të ardhme tjetër. Gjuha e përdorur së fundmi nga ministra e qeverisë së Serbisë është dëshmi e qartë që spastrimi etnik dhe gjenocidi nuk janë vetëm përpjekje ose vendim e veprim i një individi ose një nomenklature ose një qeverie, në rastin tonë e Miloševićit, por e pjesës më të madhe ose dërmuese të elitës politike serbe që kaq vite pas përfundimit të luftës vazhdon akoma të jetë në narrativën e vjetër, në tregimin e vjetër, që Kosova duhet të spastrohet etnikisht nga shqiptarët dhe të banohet nga serbët. Kjo është kundër vlerave perëndimore, kjo është kundër përpjekjeve serioze të Bashkimit Evropian për të pasur paqe dhe stabilitet.